të protestohet edhe pse ju keni konsideruar dhe vlerësuar se ka pasur shumë sulme ndaj protestës, apo jo? Patjetër, ne do protestojmë çdo ditë, jemi këtu të përditshëm deri në dorëheqjen e qeverisë Rama, deri në rrëzimin e komplet sistemit që është instaluar që nga 44. Ne nuk do lëvizim, protesta do vazhdoj për ditë, çdo ditë akoma më e fortë. Njerëzit janë përgjigjur me optimizëm, janë përgjigjur me masivitet në shesh, kështu që kjo protestë është e pandalshme, qeveria të bëjë mirë llogarit, të japi sa më përpara dorëheqjen. Si keni parë zhvillimet e fundit ditën e djeshme, nga Brukseli, kryeministri Rama deklaroi se do të shfuqizohet ligji për investimet strategjike dhe do të rishikohet ligji për zonat e mbrojtura. Si e shikoni këtë deklaratë të tij? Pra, ja njihni si merit protestës? Mbreti aktualisht ka dalë kuriq. Pra kjo është vetëm merit e protestës, fal presionit qytetarëve, qeveria është dorëzuar dhe po kërkon më në fund që të bëjë disa rregullime, po këto janë thjesht makjazh. Ne nuk kënaqemi me këtë makjazh që kjo qeveri po bën, ne nuk kënaqemi me i kock këtë në gjuhën popullore, ne kërkojmë që qeveria të japi dorëheqjen, Edi Rama të largohet, nuk është më përfaqësues i këtij populli, nuk na përfaqëson as këtu në Shqipëri, as në Evropë, as kund. Përfaqësia e vetme e këtij populli është ai protestë, është ai shesh. Ai shesh e ka detyruar kryeministri Rama deri më sot të bëj hapa mbrapa dhe këto hapa janë vetëm fal kësaj proteste. Faleminderit. Faleminderit. Atë do të vijojmë edhe me